Kanë mbetë edhe pak ditë kur prindrit mund të regjistrohen, regjistrimet mund t'i bëni edhe përmes rrjeteve sociale që i përmenit lira Instagram, Facebook, po edhe aty është numri i telefonit. Po, mund të me na kontaktu direkt, ne mund të mi caktu edhe një vizit në shkollë, mund të shojnë ambientin nga afër, njoftohen me mësim dënëset, me drejtoreshën, edhe me mësu ma shumë rreth shkollës. Edhe një pyetje të fundit, pushimet e shkollës lidhen me pushimet siç i kanë shkollat publike në Kosovë apo? Po, sipas kalendarit të Ministrisë të Arsimit. Okej, s'ka ditë sikur të Finlandës. Jo. Jo, kemi të gjitha. Njëjtë pushimet, edhe na prind edhe fëmijët. Po, si duhet për planifikim, besoj të ta familjeve. Si do qoftë, edhe njëherë po rithekësojmë që numri, sidomos i klasëve në tranzicion, klasa e parë, klasa e 6, edhe 10 janë më shpejt të nxonëna, sepse më shpejt reagojnë prindrit dhe marrin regjistrimet, sepse është shumë e rëndësishme me theksu e dirë që në klasa nuk ka numër të madh nxënësve. Jo. Edhe nëse ka hapësirë, ju nuk merr një numër të madh nxënësve. Eksakt, është një numër i limituar i cili bëhet brenda klasës në mënyrë që cilësia të mbahet brenda secilit nivel.